Mundi më i famshëm në Lahore të Pakistanit, Bashir Mosque, është xhamia e famshme ndërtuar midis viteve 1671-1673 për 3 vjet, me minaret 73 metra të larta, me 4 minare, me 150.000 vetë që mund të qëndrojnë brenda, me pamjen e jashtëzakonshme të kupolave. Shihni çfarë mrekullie është. Ngjitur me të është një tempull Sikh që tregon edhe bashkëtesën fetare në Pakistan, ndërsa kjo është hyrja e fortesës së Lahores, Lahore Fort pra, është një nga pamjet më të bukura që mund të gjeni në të gjithë Lahoren. Jam në zemër të qytetit më të famshëm të Pakistanit. Xhamia shumë e ngjashme me atë të Delit, është ndërtuar në kohën e perandorisë moghule, një nga vendet më të bukura në Lahore dhe një nga monumentet e jashtëzakonshme të njerëzimit nga Lahore në Pakistan. Pamja është e mrekullueshme, jam në një rooftop, thash, i cili tregon se si është tu rrotull, dhe kjo është pamja e plotë e fortesës dhe e xhamisë. Bashir Mosque, Pakistan.